Përshëndetje. Atëherë sot desha t'ju tregoj se si t'i bashkojmë dy bletë bashkë. Në fjalë nëse kemi një koloni të dobët dhe një që është më e fortë, duam t'i bashkojmë bashkë sepse për shumë arsye njëra bletë e shohim që nuk funksionon, nuk po ecën, nuk po zhvillohet, edhe atëherë vendosim që të bashkojmë një tjetër. Dhe sot po a tregoj në teori se si mund t'i bashkojmë me një mënyrë shumë e thjeshtë dhe shumë efikase. Atëherë, si fillim, tek ajo bleta që do ta bashkojmë me një tjetër, duhet t'ja heqim mbretreshën. Duhet ta heqim mbretreshën ose e largojmë nga kolonia e vendosim diku tjetër ose duhet ta vrasim. Pasi ta bëjmë të punën, ta heqim mbretreshën, ta vrasim ose e largojmë nga aty, si fillim unë e lej një ditë ose 2 ditë pa e bashku me një tjetër, i vras mbretreshën edhe e lej një ditë ose 2 ditë. Pastaj e marrim edhe po këtë veprimin këtë duhet ta bëjmë në mbrëmje, pasi futen gjitha bletë brenda dhe e marrim atë koloninë te këtu koshere, te nukleusin, po e them se është kolonia e dobët, ndërsa kjo është mesatarja që është më e fortë. Gjithmonë të koloninë e dobët të ja vëm sipër kësaj që është më e fortë. Ja atëherë si funksionon, si e bëjmë që të mos vriten. Si fillim, siç thash, e vrasim mbretreshën e vjetër ose të dobtën, e largojmë nga kosherja edhe e lëm 1 ditë ose 2 ditë, pastaj e bashkojmë. Shkojmë te kosherja që do bëhet bashkimi. Kjo është kolonia që është më e fuqishme, që mund të jetë me mbretreshën e rregullt. Edhe te kjo marrim një gazetë. Kjo është një metodë që është e vjetër, por është funksionale edhe funksionon edhe sot. Dhe është shumë e thjeshtë, si për bletarët e vjetër normal që e përdorin, por edhe të rinjt që e kanë shumë të lehtë, dhe pse ka dhe mënyra tjera që marrin Sprite dhe i bëjnë me Sprite dhe mund t'i bashkojnë, ka mënyra të ndryshme, por kjo është një mënyrë shumë e thjeshtë dhe shumë praktike. Atëherë marrim një gazetë holl dhe ja vendosim sipër kosherës që kemi koloninë që është më e fortë dhe që ka mbretreshë të mirë. I bëjmë disa vrima lart, disa vrima të vogla me një gjelbër ose me një diçka tjetër, edhe marrim koloninë e dobët, këtë që e kemi pa mbretresh, edhe ja vendosim sipër, por këtë është mirë ta bëni në mbrëmje, pasi gjithë bletët janë fut brenda dhe atëherë e merr, ja bën nga mbrëmja. E marrim dhe koloninë e dobët ja vendosim sipër. E vendosim këtu sipër, e mbyllim dhe nuk e lëvizim për 1 javë, nuk e hapim ta bezdisim fare, e lëm që të bashkohen bashkë edhe me qetësi, sepse çfarë ndodh te kjo këtu? Bletët që janë poshtë do vazhdojnë ta konsumojnë avash këtë gazetën. Bletët që janë lart edhe këto të njëjtën gjë do bëjnë, do e konsumojnë avash gazetën, edhe të njëjtën kohë përzihet dhe aroma me njëra me tjetrën edhe bletë nuk vriten. Te ky rast, te kjo që po them unë tani, te kjo nuk kam gjuar asnjëherë që të kenë pas probleme që bletët jenë vrarë apo të mos jetë pranuar mbretresha. Vetëm në rast që mund t'i lejmë të 2 mbretreshat edhe lart edhe poshtë, atëherë ndodh që mund të ketë sulm. Mund të vriten njëra tjetrën, ndodh, por do të ndodhe sulm, do vriten njëra tjetrën sepse vetëm një mbretresh do të rrijë aty, jo 2. Kështu që kjo është shumë e thjeshtë. E heq mbretreshën 1 ditë, 2 ditë para, shkon te kolonia tjetër që do ta bashkosh me atë, i vendos një gazetë sipër, i bën disa vrima, ja vendos koloninë sipër tjetër, e mbyll edhe nuk e lëvizim për disa ditë, për 1 javë nuk e lëvizim, nuk e bezdisim. Pastaj pas 1 javë shkojmë dhe kontrollojmë, hapim, e shohim nëse janë bashkuar me sukses, okay. Ja heqim gazetën, dhe pse gazetën ato do e kenë coptu lart dhe poshtë. Heqim gazetën, edhe e ulëm gjithë bletën, lëmë 1 kat ose lëmë 2 kat, varet sa e fortë është kolonia sipër. Por kështu nuk keni probleme me bletë. Për ta bashkuar shumë e thjeshtë si mënyrë. Por si fillim është që ta shohësh mbretreshën, se cila mbretreshe është më e mirë, sepse nganjëherë te kjo puna e mbretreshave, nganjëherë edhe i gjykojmë disa mbretresha, themi nuk janë të mira se s'kemi marrë provim. Por unë atë që kam thënë gjithmonë, unë i ndihmoj mbretreshat, që i shoh që nuk po ecën, nuk po zhvillohet, mundohem ta ndihmoj njerëz në fillim. Por këtë gjatë verës, se tani gjatë dimrit kaloi shtatori ose tetori, nëpër shumë zona tek jeni ju bëhet ftoft shumë shpejt, edhe nuk ka vlen që të merreni me këtë punë mbasi, ndërsa unë këtu që jam në Durrës, unë i ndihmoj sepse shumicën e bletëve i kam me 2 kat deri nga tetori. Nga mesi i tetorit, mund t'i kem akoma, dhe i kam pas dhe këtë vit,
i kisha në 14 rrugë, i kisha goxhat fuqishme disa koloni, edhe me ato ndihmova ato që ishin më të vogla dhe këto e borën veten u bën super, ose bëra edhe disa ndarje që va kam tregu, edhe shkuan mirë. Po gjithmonë te këto koloni, kur e shohim se kjo mund të jetë pjellë ose korniza, nuk ka marrë disa korniza të gatshme, duhet ta shohim tek pjellja, çfarë pjelli bën ajo mbretëresha që ti thu nuk është e mirë. Se unë si t'ua them, unë i kuptoj kështu, se nëse një mbretëresha është e mirë, ajo bën pak pjellje, mbase bën pak pjellje sepse ka pak koloni. Ajo sa më të vogël ta ketë koloninë, aq më pak pjellje do bëjë. Kjo është nëse normale dhe është nuk bën dot më shumë ajo se sa ta ushtria që ka. Por në moment që e shoh që tek kornizat e shoh pjellin e mbretëreshës, nëse ajo mbretëresha bën pak, bën një rreth vogël, por e bën të ngjeshur, e bën rrumbullak, e bën top, me një fjalë e bën të saktë. Unë atë e quaj se është mbretëreshe mirë, edhe atë e ndihmoj. E ndihmoj si me mizë, ose me pjellje të vulosur që është gati për të dalë, ndihmoj 1, 2, 3 dhe e shoh se si do arrije. Nëse ajo vazhdon, pastaj shpërthen me pjellje, është super mirë dhe gjitha këto raste që po a them që i kanë bërë pjellje rrumbullak, e kanë bërë super të mirë, jo me vrima një pjellje këtu si bëjnë disa, këto lloj mbretëreshës nuk i mbaj heq. Ndërsa këto që bëjnë një pjellje të mirë dhe pse të vogël, këto nuk i heq asnjëherë. Këto i ndihmoj edhe kanë marrë rezultate shumë të mira nga këto lloj mbretëreshash, kështu që duhet me studiu se cilën ja vlen ta mbash dhe cilën jo, jo thjesht hiqe sepse nuk u zhvillu. Unë mendoj se e meritoj një mundësi të dytë çdo mbretëresh. Paktën sipas mënyrës time, sipas mendimit tim, unë kështu veproj dhe i ndihmoj. Por në disa studime janë bërë që e kanë bërë edhe unë e kam provu këtë mënyrën. Po ti marrësh tek 2 kolonisi që janë këto dyja këtu mund të kemi një mbretëresh super të mirë, super cilësore, edhe mund të jetë 2 kat, mund të ketë pjellje me 8 korniza, pjellje me 8 korniza edhe me pjellje shumë të mirë. Ndërsa te kjo këtu mund të kemi një koloni që është me 5 korniza me pjellje, mund të ketë pak pjellje dhe jo pjellje ndaj të mirë. Edhe çfarë kanë bërë? Këtë studimin e kanë bërë dhe jashtë, e kanë bërë shumë herë dhe këtë e kanë provu dhe unë. Kanë provu dhe unë 2-3 herë. Edhe ka dalë fiks siç kishte dalë te atje tek studimet që e kam lexu. E kishin marrë mbretëreshën që është kjo kolonia e dobët që nuk jep të rendiment, nuk ishte e mirë, e kishin hequr nga këtu. Në njëjtën kohë kishin hequr edhe mbretëreshën e kësaj kolonisë tjetër këtu. Në fjalë kanë marrë mbretëreshën që s'është e mirë dhe e kishin dhuruar tek kolonia ku është e fuqishme dhe super e mirë. Ndërsa këtë mbretëreshën e mirë këtu që bënte shumë pjellje, ishte shumë aktive, e kishin vendosur këtu. Dhe kur i kanë kontrolluar pas një jave, kanë vënë re që mbretëresha nuk ishte e mirë, këtu ka vënë super rendiment, ka bërë shumë pjellje, ka ecur shumë e fuqishme, ndërsa kjo mbretëresha e mirë që kanë vendosur këtu nuk ka bërë pjellje, ka rënë në njëjtën nivel me këtë që ka qenë këtu. Kështu që kjo normal varet edhe nga kolonia, varet edhe nga vendi, edhe nga kosherja si është brenda, se çfarë rregulle kanë dhe si është temperatura, ka shumë dallime që ndodhin. Nuk është se nuk bën mbretëresha. Prandaj u thash që unë u jap një mundësi. Edhe këtë provojnë nëse doni të eksperimentoni, të kuptoni gjëra të reja, që t'ia vërtetoni vetes se funksionon apo jo, dhe mos u kapni gjithmonë se çfarë tha ky ose çfarë bën ai. Disa gjëra ju kanë thënë gjithmonë, mundoni që ti studioni vetë, të rrezikoni, të bëni eksperimente që të mësoni gjëra të reja. Se nëse vetëm rrini duke pasur se çka ka bë ky, ç'a më tha ai, ç'a më tha ky, kështu nuk mësohen shumë gjëra. Kështu që eksperimentoni, bëni gjëra të ndryshme. Besoj se e kuptuat se si mund t'i bashkojmë 2 koloni, nëse keni diçka të paqartë, më shkruani mesazh. Kjo është shumë e thjeshtë. Kështu që këtë ua tregova thjesht në teori nga këto dyja, por nëse do kemi ndonjë rast, do i bëj edhe video direkt tek bletët që ta kuptoni më saktë edhe më qartë. Kështu që t'ja kaloni mirë, mos harroni like, subscribe që të shihemi prapë nëpër video tjera dhe nëpër gjëra tjera prapë tek bletët. T'ja kaloni mirë.